Nastradini e kishte një kat madh që kishte brir ashtë mëdhenit bukur, sa që ai nuk kishte dëshirë më të madhe se t'i hipte një herë dhe t'ulej këmbkryq midis brirëve. Por një gjë të tillë as që mund ta bënte kur ka urrinte në këmbë. Prandaj, një herë e gjeti të shtrirë dhe ju afro apërvjetas. Por sapo ju hodh midis brirëve, ka u tremb, kërceu në ajër dhe Nastradinin e përplasi për tokë. Nastradini, duke u ngritur me shumë dhimbje, ja bëri: "E vërtet që më dhemb, por dëshirën time e plotsova." Nëse ju ka pëlqyer ky tregim, jepja notën. Nëse ju ka pëlqyer, komento 5. Nëse nuk ju ka pëlqyer, komento 1. Përndryshe, shihemi në videon tjetër.